qeveria po shkel 2 ligje, po shkel ligjin e Këshillit Ekonomik Social që obligon qeverinë edhe obligon Këshillin Ekonomik Social që çdo punë vet të propozoj qeverisë pagën minimale, qeveria të vendos mbi propozimin e Këshillit Ekonomik Social që nuk është të bo, edhe pe shkel përsëri ligjin që ka bo vet, që është munduar mja hiq përgjegjësinë Këshillit Ekonomik Social dhe ka bo ligj për pagën minimale, po edhe ky ligj mbi pagën minimale e thotë se mundet me propozu Ministri i Financave pagën minimale vetëm nëse nuk arrihet pajtueshmëria në Këshillin Ekonomik Social. Do thotë patjetër duhet mu shterë gjitha mundësitë e diskutimit të Këshillit Ekonomik Social, pastaj duhet me shku. Është një diçka shumë e vërtetë që qeveria për pagat minimale, për deklaratat dhe rritjen e pagën minimale, po shkon dikon një vit mbrapa bizneseve. Realisht pagën minimale janë të rrit bizneset vet, për shkak të mungesës punëtorëve, ashtu siç e tha kolega nga Oda Ekonomike, edhe për shkak të kososjetesës dhe mungesës të punëtorëve, edhe sot nëse bëhet paga minimale ashtu siç e paraqitet kryeministri 500 euro, nuk ka pagë në 500 euro, 450-500 euro nuk ka pagë ma të vogël në Kosovë, por shkak se zgjon punëtorë në atë pagë, nuk ndikon te sektori publik kërkon se të gjitha pagat janë mbi 500 euro në sektorin publik, tu e marrë dhe pagën ma të vogël që e kanë. Në këtë formë, po thëmë, diskutimet që i kena bon, gjithmonë që i kena bon në Këshillin Ekonomik Social për pagën minimale, në të gjitha rastet pëthuj se kemi ra dakord edhe me Odën Ekonomike edhe me Laoncën Kosovarit Biznisit si pjesë e Këshillit Ekonomik Social, mirë po qeveria ka qenë ajo gjithmonë që ka po pengesa për caktimin e pagës. Në takimin e fundit që kena marrë për caktimin e pagës minimale, ne kërkojmë një pagë minimale 350 euro, po kjo është në vitin 2022, në fillim vitit 2021, edhe në qeveria nuk pajtoj, atëherë kërkoj një pagë që tjetë 250 euro. Pas një periudhë, kur na qëtë, ata e vlerësun vetë, po thëmë, përsëri në kundërshtim me ligjin, për shkak se nuk e diskutun Këshilli Ekonomik Social dhe edhan përsëri vetë. Mos funksionimi i Këshillit Ekonomik Social ka dhe pasoja tjera, se në Këshillin Ekonomik Social japen edhe kodet e punës, japen kodet e punës. Kena rastin kur Prishtina është punu me mësim tërditor dhe ka asistent, ka mësus që merë në mësus për aktivitete që e mojnë bas dite dhe nuk kemi këtë pune. Ata detyron të i paguin me kontratat të mësim dhënësit, të bojnë kontrata si mësim dhënës, por shkak se mungon kodi punës, mungon puna e Këshillit Ekonomik Social, e dhash një shembull të arsimit se kemi edhe plot shembuj tjerë, kena plot profile tjera të cilat ndërkohë kanë linë, tash 3 vjet e kanë linë, por nuk kanë kode të funksionimit për shkak se nuk funksionon. Se domethënë Këshilli Ekonomik Social i propozon për shembull Oda Ekonomike ose kushdo tjetër, por Këshilli Ekonomik Social aprovon këto kodet e punës, të cilat po them në mungesë të Këshillit janë mbet pa kode pune në pjesë e madhe e të punësorëve. Kjo shkakton dome të mëdha, por uroj që qeveria pas kësaj pranimit në Këshillin Ekonomik Social të Evropës ta shpoll konkursin edhe të aplikojnë sindikatat bizneset që të funksionalizohet Këshilli. E falenderojmë Naimin, por rosën që dha dhe na qysh ditën e nesme do të nisim iniciativën për me apo padin ministrit Murati, ish ministrit Muratit për mos shpolljen e konkursit dhe për humbjen e 3 viteve mos funksionimit të Këshillit Ekonomik Social. Do të shoqërojmë edhe pasoja që kanë pas, ndoshta do të shoqërojmë mundësinë edhe të dëmshpërblimeve për ato vite pse s'ka funksionuar ç'është, po do ta mbledhëm një grup ekspertëve të analizojmë të gjitha këto çështje. Faleminderit, zënat Canolli, po shohim që vendimet të tilla që afektojnë jetën reale të qytetarëve duhet që të merren pra në mekanizma sikurse Këshilli, sepse kur është kërkuar vitin 2021 që të jetë 350 euro, pas sa kohë është vendosur, tash po thuhet se duhet të jetë 500 euro, ndërkohë që s'ka një mekanizëm që i vlerëson realisht këto. Çfarë pasojë është sjell për jetën e qytetarëve kjo? Duke di që kur vendoset për pagën minimale, atëherë dhe nuk përfshihet një dialog publik edhe akter të caktuar si që në sindikatat, shoqëria civile, edhe vetë punëtorët, atëherë kjo
është një farë lloj mos transparence për qytetarin edhe për punëtorin këtë rast. Andaj pasoja që mujnë me pasu pas kësaj janë për shembull nëse flasim për gratë, shpesh janë të përqendruara në sektor me paga më të ulët, siç janë tregtia, tekstili, shërbime, edhe ka një mungesë të analizave gjinore. Nëse flasim për pasoja që ndikojnë tek të rinjt, atëherë nëse paga minimale caktuar shumë lart, pa politika mbështetëse për punësim, që mundet me shmang punësimin e të rinjve. Ndërsa kur flasim për punëtorët pa kontrata, atëherë paga minimale nuk i mbron, për shkak se nuk ka një mekanizëm ku i kontrollon edhe kemi një mungesë po ashtu të inspektoriatit. Ndërsa kur flasim për punëtorët sezonal ose punëtor jashtë zonave urbane, atëherë vlerësimi i kostos së jetës në zona të ndryshme, pra paga minimale mund të mos pasqyrojë një farë realiteti rajonal. Do të thonë këto janë disa nga pasoja që ndikojnë në jetën e shumë prej qytetarëve tonë. Faleminderit shumë, zotëri Jaka, ju keni theksuar që vendimi i qeverisë mundet mu kontestu për shkak të shkeljes ligjit dhe përjashtimit të Këshillit Ekonomik Social. Si mund të bëhet kjo në mënyrë që të sigurohet respektimi i ligjit? Atëherë ne po flasim qysh qeveria 5 vitet e fundit nuk i ka pasur parasysh këtë dimensionin social të normës ligjore në asnjë format, as dimensionin ekonomik të normës ligjore dhe kushtetuese. Edhe kjo pasaj ka pasur pasoja, përmenduj meri, Këshilli Ekonomik Social me ligjin e mëhershëm, vendos me 2/3 për nivelin e pagës minimale, një farë konsenzusi me zër, në kuptimin që qeveria ta ketë parasysh, po edhe utat ekonomike dhe sindikatat, një diskutim jo vetëm formal, po me 2/3 konsenzus dhe me shumicë të kualifikuar. Po kjo ndërroj me ligjin për pagën minimale, që fatkeqësisht gjykata kushtetuese nuk e rrëzoi, se konsideroj që nuk është çështje kushtetuese, jo pse ligji është i mirë, po pse nuk është çështje kushtetuese kjo çështje, dhe u ndryshu në atë mënyrë që Këshilli Ekonomik Social me pas vetëm formalitet diskutimin, sepse në rast se nuk ka vendim prej Këshillit Ekonomik Social, atëherë qeveria të vendos vetë pas propozimit nga ministria, atëherë s'ka nevojë fare të ketë diskutim, se në asnjë rrethon nuk do të mund të sillet një vendim me diskutim publik që mund të shpihet te një pagë minimale ose te një pagë e denjë, sepse ashtu kështu pagën që ka propozuar qeveria në vitin 350 është pagë që e ka ndjek biznesi, pagë që e ka ndjek, siç e tha edhe Miri, pagë që biznesi e ka sjell ato, qeveria i ka pasur të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, në ndërkohë ato e ka prodhuar në një vendim i cili nuk është një vendim që ka mi afektu, si me thonë, dikush që nëse kanë qenë 100.000 të punësuar nga 150 euro, rrjedhimisht 350 euro është rritë rroga, edhe kjo kishme i afektu qindra mira punëtor të Kosovës.